Edhe sot pra për të dytën ditë me radhë kanë vazhduar gërmimet në fshatin Kaludër të Zubin Potokut në varrezën masive, ku dyshohet se mbetjet mërtore u përkasin pra 23 intelektualve të Mitrovicës dhe është ky gërmim pra i fundit një nga zhvillimet më të rëndësishme të viteve të fundit me që bëhet fjalë për një varrezë masive. Dhe dihet që e fundit ka qenë në Kizhevak të vitit 2017. Po ashtu është, në fakt, për një periudhë të gjatë kohore, disa vjeçare ne nuk kemi po zvarrime apo identifikime masive të personave që janë raportuar si zhdukur, pra ashtu siç razës masive në Kizhevak ku ishin gjetur atë botë 8 trupa, 8 apo 9. Ndërsa para kësaj ishte edhe një varrezë masive në Rodnicë, nëse zgabohem, dikon vitin 2014-15, që nga atëherë nuk ka pas identifikime masive, nuk ka pasur gjetje të lokacioneve të varrezave masive. Po shpresojmë që kjo tani në Kaludër do të konfirmohet si e tillë dhe do të identifikohen trupat e të 23 të zhdukurve me datë 19 prill të vitit 99 në atë rajon. Dhe zotri Bllakaj, që sa kohë është duke u punuar pra në këtë lokacion, në Kaludër të Zubin Potokut, dhe sa ka qenë sfiduese dhe vështirë i gjithë procesi? Në fakt ne nuk kemi informacion sakta se për sa kohë është duke u hetuar rajoni i fshatit Kaludër. Këtë informacion sigurisht që e kanë shumë të sakt autoritetet, Komisioni Qeveritar për persona zhdukur dhe Instituti Mjekësisë Ligjore. Mirë po, rajoni i fshatit Kaludër, ai një fshat i fqinj atje Dren, është përmend që ka përfundimi luftës si lokacion i mundshëm ku mund të jenë të varrosur viktimat e grupit ashtu quajtur intelektualet e Mitrovicës. Nëse zgabuam, ka pas në kalumen edhe testime terrenit, edhe në fshatin që e përmenda Dren, mirë po pa rezultate pozitive. Dhe çka vazhdon të mbetet një farforme sfida kryesore në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës. Gjithashtu a përfshihet sigurisht edhe pjesa e mungesës së bashkëpunimit me palën serbe, sigurisht për shkak të raportive dhe politike mes dy shteteve. Po, padyshim, sfida kryesore në fakt është mungesa e informacioneve të sakta mbi lokacionet e varrezave, gjithashtu mungesa e informacionit mbi zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Kjo është si pasojë e unë kisha thënë në rand për mungesës së një vullneti politik, sidomos nga ana nga Serbia, që të zbardhet fati personave të zhdukur. E përmenda ma herët varrezën masive në Rodnicë, ishte gjërmuar vite me radhë ajo varrezë dhe në fund ishte gjetur në themelet e një ndërtese. Është padyshim e sigurt që për lokacionin e saktë të asaj varreze, autoritetet e Serbisë e kishin ditur që nga fillimi, pra që nga viti 99, mirë po nuk ishte pasur vullnet politik që ai informacion të jepet dhe të sumohet ajo varrezë. Pra mund të ketë edhe raste tilla tjera, sigurisht ku autoritetet serbe e dinë sakt lokacionin, mirë po nuk kanë një vullnet politik që ta japin atë informacion dhe të gjiten apo të lokalizohen varrezat masive. Zotri Bllakaj, cili besoni se do duhet të ishte edhe roli një farforme ose mbështetja dhe mekanizmave ndërkombëtar dhe duhet të kishte një lloj presioni më të madh mbi palën serbe në mënyrë që ajo të ishte më bashkëpunuese në këtë drejtim? Në deklaratën e përbashkët që ka vjedhur si rezultat i marrëveshjes së Ohrit, palët ishin dakorduar që ta trajtojnë çështjen e personave zhdukur si çështje humanitare, t'i hapin arkivat, t'i bojnë të çastshme informacione që mund të shpejnë te lokalizimi i varrezave,
edhe shumë veprime tjera, mirë po këtë nuk i kemi pa që është zbatu në praktik. Gjithashtu në marrëveshjen e përgjithshme të Brukselit është para pa që Bashkimi Evropian përpos që tjetë ndërmjetësues, tjetë edhe një lloj monitoruesi i zbatimit të kësaj marrëveshje dhe vlerësuesi se cila palë është duke kontribuar në zbatu marrëveshja dhe cila jo, respektivisht nëse ndonjëra palë apo dyjat nuk janë duke e zbatuar marrëveshjen, atëherë Bashkimi Evropian mund të ndërmarrë edhe veprime sanksionuese, kisha më thonë, ashtu ceket edhe në marrëveshje, mirë po nuk kemi pa deri me tani që Bashkimi Evropian në të vërtet e ka shfrytzuar drejtën që apo të ndërmerr sankcione ndaj palëve që nuk e zbatojnë marrëveshjen. Pra Bashkimi Evropian i çdo është të jetë ma koshient dhe të bëj presion më të madh tek të dyja palët, po në këtë rast të palja serbe që ti bëj të qashme informacionet mbi lokacionet e varrezave masive, mirë që të gërmohen ato dhe të identifikohen trupat e personave që janë të raportuar si zhdukur. Charles Driblaka, të falenderoj shumë për kohën dhe përgatishmërinë. Faleminderit juve. Faleminderit shumë.